Të shtunën humbi jetën një pacient 61 vjeçar me ethe të Nilit perëndimor, duke e quar në 3 numrin e përgjithshëm të viktimave në vend. Për këtë njoftoi ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski, i cili tha se deri tani janë regjistruar 35 raste të konfirmuara dhe 3 raste të dyshuara, të cilat janë në proces diagnostikimi. Sa i përket spërkatjes kundër mushkonjave, ministri tha se vetëm komuna e Studeniçanit nuk ka kryer spërkatje dhe aty janë regjistruar 2 raste të pacientëve të infektuar. 17.000 hектari во Скопје дека ќе бидат со аеропрскање, 5.000 hектari со територијално. Зборам само за град Скопје, надвор од другите општини од Скопскиот регион, кои се одговорни самите за својот дел на прскање. 17 hектari биле предвидени за прскање на застоени води, генерално спрема оборатите, тоа се езерцата во парк и езерото во Стајковци. Drejtori i klinikës për sëmundje infektive Fadil Cana bëri të ditur se 6 pacientë janë në gjendje kritike dhe po trajtohen në njësinë e kujdesit intenziv, ndërsa gjithsej 16 pacientë po trajtohen në klinik. Pacienti koji se 6 na broj se лекуваат во одделот за интензивна нега се на возрастна група над 60, но кај инфицирани пациенти со невроинвазивна форма, најмладиот пациент е 25 годишен. Да, хоспитализира. Но е во стабилна здравствена состојба и е во одделот за невроинфекции. Ministri Klekovski u bëri thirrje qytetarëve që nëse vërejnë një shpend të egër të ngordhur, veçanërisht një korp apo ndonjë shpend tjetër, ta raportojnë rastin në Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari. Ethet e Nilit perëndimor transmetohen përmes pickimit të mushkonjave të infektuara, ndërsa rreziku për zhvillimin e formave të rënda është më i madh të moshuarit, personat me imunitet të dobësuar dhe ata me sëmundje kronike. Ndërkohë, Athina është aktualisht një nga zonat më të prekura në Evropë nga ethet e Nilit perëndimor. Deri tani në Greqi janë regjistruar 81 raste të formës neuroinvazive të sëmundjes dhe 9 persona kanë humbur jetën. Raste janë raportuar edhe në zonat kufitare me Maqedoninë e Veriut.